Integrimi I komunitetit rom në shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm është një nga kushtet kryesore që ka vendosur Bashkimi Evropian për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Në kuadër të kësaj, edhe në Pogradec, romët dhe egjiptianët organizojnë tryeza të ndryshme për të diskutuar rreth problemeve që u shqetësojnë. Kështu, vllazëria egjiptiane në bashkëpunim me komunën e Starovës, Zyrën e Punës, Bashkinë e Pogradecit kanë organizuar një trajnim që ka të bëjë me fuqizimin e grave egjiptiane dhe të drejtat e tyre për punësim në komunën e Starovës. Qëllimi I këtij trajnimi është forcimi I pozitës së grave egjiptiane në Starovë, trajnimi I tyre në fusha të ndryshme dhe rritja e mundësive për punësimin e të paktën 5 grave në bizneset e shërbimit në Pogradec. Në bisedat dhe diskutimet e romëve dhe egjiptianëve, por dhe aktorëve të tjerë civil dhe institucional në këtë takim, është kërkuar me forcë një qytetari aktive, fuqizim ekonomik social I romëve, të drejtat të tyre të barabarta, akses në shërbime dhe institucione gjithëpërfshirëse dhe përfaqësimi drejt I tyre në të gjitha instancat e vendimarrjes. Sekretari I Sindikatës Bashkimit Vallëvete 1 Pogradec. Pogradec. Bindjella Berberi, specialiste shërbimi në prefekturë. Kush incorporated to the Koordinatorës e resursit komunitetit vertikal, të cilat do jenë në mbështetje për këtij projekti, janë që japin fjalën të gjithë mirë, si mik pritës jemi, bashkëpunia më që është një pjesëmarrje nga të gjitha shoqatat dhe zotërinë që kemi nga Australia, një shtrirje që thua projektet e jendrave për të rritur mirëqenien. Edhe me komunitetin shqiptare përpunojnë më shumë bukur, jemi afër. Special Pekorçe na lidh gjua, na lidh kultura. Po na kemi problem organizatat tona pa shkollë, pa përparime, edhe vetë shteti, edhe vetë association, punës edhe gjithë. Unë këto gratë, specialist gratë, ose se gratë me burë. Me një vend demokratike ande, po mundohemi historia punë nuk u. E neve duhet të bëjmë histori. Neve për qëllit nuk u kemi rënë, për Marsit nuk u kemi rënë, dhe me kemi për kësaj toke. Edhe kemi të drejtë të rojmë më këtë tokë. Kjo tokë nuk I takon asë njeriu, I takon të gjithëve, që rojnë në këtë botë. E prandaj, do të mundohemi fëmijët tona të shkollojmë, të harrojmë atë pleqtë që shmirnin rrogat edhe luakte e Verogjes ose shkonin edhe paret I pinin, fëmijët I linin pa shkollë. Neve tash të shkëmbejmë. Neve duhet fëmijët të nxjerrim me selamet, fëmijët të kenë shkolla, atëherë do të integrohen në pushtet. Do të integrohen më lehtë. Unë mendoj se ashtu është. Përndryshe, të mbetemi atë që kemi qenë. Të mbetemi atë që kemi qenë. Në fakt, edhe njëherë ju falenderoj zotërive të pushtetit, të shtetit, që na respektojnë, edhe që na erdhnë, të na bëjnë vizitë në këtë Apo në një tjetër, gjithsecili ka dhe pres pavarësisht të vështirësisë që Dhe shkollën e lartë dhe kemi disa vajza të reja që kanë mbaruar për arsim, për ekonomi. Për të ndihmuar këtë komunitet. Deri më sot asgjë. Unë për veten time nuk kam bler asnjëherë ndihmën, qoftë në shkollë, qoftë në gjimnaz. Nuk e di. Besoj se deri më sot shoqata egjiptiane ka bërë një hap shumë të rëndësishëm, siç është në punësimin e grave të reja, vajzave, por çfarë do të bërë në arsimin, në edukimin e brejtit të ri, I cili është ardhur me këtij vendi.
Unë besoj se në përritjet e ardhshme të jepet më shumë mundësi studentëve të rinj. Si duhet të ndihmojmë ata për të vazhduar arsimin? Ne do po flasim se duhet të arsimohemi. Arsimi është baza në çdo vend të botës. Por ne kush po na ndihmon? Çfarë po na jepet? Si mund të vazhdojmë arsimin e lartë ku asnjë nga familjarët e mi nuk është i arsimuar? Kur nuk ka asnjë punë si bazë, qoftë babai apo qoftë nëna. Unë sot kam ndërprer arsimin e lartë. Kam mbaruar vetëm programin bachelor, në pamundësi për të vazhduar masterin. Si mund të vazhdoj unë, si mund të flasim ne këtu kur themi arsimi, kur nuk kemi asnjë element bazë për të na ndihmuar? Çfarë duhet të bëhet? Cilat janë projektet për të vazhduar, për të ndihmuar? Sot kemi shumë familjarë të ardhur, shumë nëna, shumë baballar. E po, si mund ta çojmë fëmijën sot në shkollë ku nuk kam lek, ku nuk kam një punë bazë? Si mund të flasim për arsimin? I cili nga mundësori që ne nga dhe institucioneve lokale kanë objektivat e projektit. Për realizimin e fushësione, trajnimi nga ekspert lokal, program të një nuk ka familje që do të bëjmë të cilat do të jemi në bashkëpunim. Falenderojmë edhe një aziu të ka ardhur për te këtiri.